edhe marrin vendimin më famkeq që të vriten gjithë djemt, jo vajzat, tek ai grup i Beni Israilëve se në mungesën e djemve, mungesën e fuqisë për një kryengritje, për një revolucion të mirë, që të mos mbetë më një rrezik sado pak i vogël kundër faraonit. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Në episodën e fundit të lëmë të historia, e krytëm fakt historinë e Yunusit alayhis salam, apo me rastin e balenës që e pat. E tash pejgamberi radhës pak e përmendat që ka shumë histori, kena shumë që me folë për atë. Për cilën pejgamber bëhet fjalë? Është Musa alayhis salam. Musa alayhis salam. Edhe kjo është domethënë prej familjes domethënë Ibrahimit alayhis salam, ishte stërnipi Jakubit alayhis salam, apo? Jakubit alayhis salam, okay. Besoj edhe me banim Musa alayhis salam njëjtu kon domethënë në Egjipt. Ishte Egjipti apo e vjen edhe kjo pjesë e Shamit apo këtë? Nuk e ka përfshi pjesën e Shamit. Jo, nuk e ka përfshi. Për atë ka pas një ndarje, si do të na vjen në vetë tregimin e Musait alayhis salam, kur ai largohet prej Egjiptit deri në vendet e Medjenit, që është dikun afër Palestinës, sotshme dhe Arabisë Saudite, dhe aty ka kanë pushteti e tij. Manatona mos ka qenë në... Çfarë pjesa është masane Sham apo? Po masane Sham është. Ku prej Palestinës të lart. Më thënë, çfarë banor janë kanë pjesa ku kanë Musa alayhis salam, ose nëse mundem me folëm ndodhim para se të vjen Musa alayhis salam, domethënë se kanë jetuar ato banorë, si janë kanë, domethënë çfarë karakteristika kanë pas. Normal lindja e tij, domethënë lidhet ngushtë me atë se edhe prej ardha e tij, se ku përfunduan ata si familje aty. Musa alayhis salam duke ditë se është pasardhës i Jakubit alayhis salam. Me ardhen e Jakubit në Egjipt, në kohën e Jusufit alayhis salam, domethënë Jusufi me vëllezërit e tij stacionohen tash në Egjipt. Dhe jetojnë aty me vite, me gjenerata, dhe bën banor të vendit përderisa Egjipti kishte banor të vet origjinal, që ishin koptët. Po. Ndërsa Jusufi me vëllezërit e tij njihen si Beni Israil. Tash. Djemt e Jakubit alayhis salam. Kështu gjenerat pas gjenerate, sa deri te Musa janë dikun 4 breza mes tij dhe Jakubit alayhis salam. Por që koptët me kalimin e kohës vetëm vjen duke u dobësu çështje e vëllezërit e Jusufit alayhis salam dhe pasardhësat e tyre, dhe koptët më shumë ishin njerëz që merreshin me pushtetin, ndërsa Ben Israilët ishin njerëz që punonin. Do thonë sikur që e dim nga vet Jusufi ishte ministri i depove. Edhe pastaj edhe pasardhësit e vëllezërit e tyre mirëshin me të mbjellurat, me të kodhurat. Edhe gati se Ben Israilit u bënë të mvarur prej asaj pune. Dhe koptët ishin ata që merrnin vendimet, pushtetin, udhëheqjen e kështu me radhë. Këta ishin fuqia punëtore më shumë. Por me kalimin e kohës koptët e këshpërdorën këtë situatë, sepse ata nisën të ushtronin dhunë ndaj Ben Israilëve. Edhe njëkohësisht duke kuptuar se çështja e të mbjellura të ardhurave, që ishte atëherë gjëra elementare, ushqimi, dhe çka del prej toke, ata e dinin se nuk kishin të bëjnë fare nëse ikshin Ben Israilit dhe mungonin Ben Israilit, ata do të mbesnin pa punë dhe pa të ardhura. Thjesht ata ishin fuqia punëtore dhe e vetme që garantonin një mirëqenie të mirë jetë aty në Egjipt. Dhe për atë edhe e ushtron një farë lloj dhune saqë arritën edhe ti konsiderohen si sklavër. Në këtë situatë erdh çështja e jetesës së Ben Israilëve në Egjipt. Domethënë deri para ardhes së Musait alayhis salam. Kjo nuk kupton që faraoni u kon pjesë e kopëve. Po. Por derisa ka faraoni me familjen e tij, me parinë e tij është prej kopëve. Andaj edhe ata ishte çështja pushteti i asaj kohe. Po. Më thonë, tash folëm drejt te kjo pjesave se Musa alayhis salam s'ka lind ala. Apo ndodh diçka me faraonin në rast që e merr një vendim, domethënë shumë. Disa vite para se me lind Musa alayhis salam, sheh një ëndër faraoni. Edhe kjo ëndër është pak se e çuditshme, por ashtu se e sheh një ëndër si një zjarr vjen nga vendet e Shamit dhe shkatron gjithçka që ka ai në pushtetin e tij.
Edhe një ëndër tjetër e ngjashme me këtë transmetohet gjithashtu thotë se do të vjen një njeri, një djalë për ben Israilve, i cili do ta shkund pushtetin e tij. Do ta shkatërron pushtetin, do ta largon prej pushtetit të faraonit. Edhe kur bashku me parin e tij e kanë diskutuar këtë çështje dhe marrin një vendim, ata i japin një shpjegim që është mirë nga beni Israilit mos la më mashkull gjallë. Ti farosim që të gjithë se kanosit pushteti. Ata xherë kishin para sysh që është ajo lufta për pushtet mes koptëve dhe beni Israilve. Kush kanë do ta sundoje. Dhe nuk e paramendonin që të nesërmen vjen situatë që një kopt të jetë i nënshtruar nga beni Israilit. Edhe marrin vendimin më famkeq, marrin vendimin më të rrept, çka është e mundshme ta bën njeriu që të vriten gjithë djemt, jo vajzat, me preshtim të vajzave, që të mos mbetet më fare fuqi tek ai grupi njerëzve, tek ai grupi i beni Israilve, se mungesën e djemve, mungesën e fuqisë për një ushtri nesër, për një kryengritje, për një revolucion të mirëfillt, atëherë morën këtë vendim. Që të mos mbetet më një rrezik sado pak i vogël kundër faraonit. Don këtë ka bëhe, mirë po ai ka parasysh se ato janë kanë që kanë punu, do thënë pjesën furnizimit i kanë pas për atimet, ato janë kanë pjesa e punëtorëve. Në momentin që i kanë vrarë, domethënë ai ka bëu dëm kjo faraonit. I ka bëu dëm shumë. Bile vjen ky moment kyç kur të tjerët e këshillojnë faraonin, thotë nëse vazhdojmë këtë formë, të vrasim pa ndërprerje, nuk kanë pas ndërprerje të vrasjes të fëmijëve, të djemve. Kanë vrarë sa kanë lind. Ka pas njerëz që kanë përcjell shtëpit ku ka pas lindje të qarta të fëmijëve, kanë marrë dhe kanë vrarë të fëmijë. Por duke pasë gjenerata tash po pakon, njerëzit po vjetron, po plakën. Atë kush do të punojë nëse për ne, ishte e prap momenti kur do dikush punon për ata, ata janë udhëhes, nuk punojnë punë thjesht. Ata thonë ta bëjmë një ndallim, një vit do t'i vrasim, një vit do t'i lëm të jetojnë. Që ato që do të jetojnë do të punojnë për neve. Me këtë qëllim, jo që diçka për ta bërë formë ndjeshmërie për njerëzimin e kështu me radhë, ja, për interesin e tyre paras. Edhe kjo ishte rasti kur subhanallahu lind Haruni a.s. në vitin kur nuk ka pas vendimi për të vrarë fëmijët. Haruni është vllau më i madh i Musait a.s. Do të thonë dikun dallimi mes tyre ka qenë 3 vite. Po, parafërsisht. Do të thonë ai lind bashkë në vitin ku është ndaluar. Ka vrasje. Nuk ka vrasje. Edhe ai shpëton. Shpëton, edhe jeton edhe pa kuni fat problemi. Por nuk e gjeti fatin e njëjtë lindja e Musait a.s. Lind, më thonë në vitin që është momenti kur kërkoheshin foshnjët djem që të vriteshin. Dhe paramendon në atë situatë shumë të sikletshme, është dash një menaxhim shumë të jetë i madh i familjes, pastaj edhe i nënës së tij, që ta mban të fshehur barën që e ka. Shumë zor është. Ka qenë e mbyllur për një kohë të gjatë. Dhe nuk ka dalë përveç se ndoshta për diçka shumë urgjente dhe në momente jo kur duket para njerëzve. E lind në atë situatë, në atë kohë ku është shumë e vështirë të paramondet edhe lindja në atë formë. Dhe e mban të fshehur, po sa të mund të mbash fshehur. Kur ti e din se ka përcjellje, kur e di se një fëmijë mund të çajë natën, se mund të dëgjohet nga fëmijët që ishin edhe prej koptëve, e që mund të shpiononin se ka në këtë familje. Edhe ajo për ta shpëtuar evladin e vet, Musajin që priste se një ditë mund vjen një vrasje e tillë, çdo ditë që vazhdonte diku deri në 3 muaj radhazi për ditë, e lëshonte Musajin a.s. pranë lumit Nil, natën të lidhur për litari me një ark të vogël, aty e linte, të nesërmen e ngritte, e merrte afër vete për ta ushqyer, për të kujdes me ta. 3 muaj radhazi. Deri sa vjen momenti kur Allahu xhallahu na përmend në Kur'an këtë fa auhayna, na e inspiruam nënën e Musait, nuk është shpallje, sepse shpallje nuk vlen në këtë rast për gjinin femrore, për nënën e Musait posaçërisht, por ishte inspirim se çka të bën ai me këtë foshnjë. Ta dorëzon në vrasje, ta lën në lum, nuk ishte zgjidhje. Nëse e logjikojmë nuk është zgjidhje, se edhe është një farë mbytyje. Po. Nëse lëshohet foshnja në lum ku mund të praptojë edhe ta zë, domethënë lumi kështu më radh.
I frymzuar, domethënë nga Allahu Dhu Xhelal e mori dhe e lëshoi mas 3 muajve. E lëshoi në lumë. Edhe nuk di se ku do të përfundonte më çështja e tij. Po s'mund të rrinë një nanë e qetë, domethënë një nanë që e jep shpirtin edhe mundin edhe gjithçka për evladin e saj. Momentin që e lëshon e detyron vajzën, që ishte motra e Musait alisem këtë rast, ta përcjell se ku po shkon fëmijët që e la në lumë, ta merr lumi. Dhe ajo përcillte me shikim se ku po shkon. Derisa ja pas që përvëdojmë në pallatin e mbretit. Edhe shtëpia e Musait, në një largësi prej pallatit, ishte rreth lumit. Edhe pallati i mbretit ishte rreth lumit. Zatën, ajo ka qenë shumë e logjikshme për atë moment se vetëm lumi ishte një pasuri e mjaftueshme në atë kohë që të jetë shtëpia jote afër ku ti furnizohesh me ujë për gjërat elementare të shtëpisë. Edhe mbas lumi pasi përcaktoheshin edhe vendbanimet, padyshim. E kur përfundon në pallat, aty është edhe befasia më e madhe se zakonisht ka shku në dorën e armikut, po. Tash na e dim historinë çka ka më ndodh. Mirë, po ta paramendoj situatën e nanës. Thot, çesh, këtë armiku direkt në dorë. Në vend se ta shpëtoje, çoi në dorë të armikut. Po nuk e morën në dorë ata ushtarë të cilët ishin të angazhuar për vrasje, për masakrim. Por ranë në dorë e familjes së afërt, e shërbetorëve të afërt. Edhe motra e cila e pasonte shkonte mbrapa dhe kishte deportuar mrenda obore ta shesë çka po bëhet me ta. Afër qëndron gruaja e faraonit. Asia, siç domethënë e ka dhe emrin, e cila në momentin që e sheh ndjen një zbrastir në shpirtin e saj, për arsye se nuk ishte fëmijë, ishte edhe ajo sterile. Dhe e lut me mishë me shpirt faraonin, se ai nuk ishte i mendimit ta le gjallë, faraoni domethënë kishte sadopak një pikë dyshimi se edhe për çfarë do lloj fëmije mund të vjen një rrezik i tillë. Por detyrohet të bjen në kërkesën e bashkëshortes së tij, që ta lënë se ndoshta do t'ju duhet një ditë të jetë afër tyre, brenda familjes së ngushtë, fëmijë s'kishtin, ose thotë ta birsojmë. Ky është qëllimi, domethënë që deshti Asia ta ketë afër vete. Tash jemi te pjesa e sponsorave. Si në episodin e parë që kena pas me këtë hoxhën, po duhet edhe te kjo pjesa me paraqit vetëm si sekuenca, mirë po para se mi pa këto videot, po duhet një mesazh, kjo vlen edhe për mu, po edhe ku vret te shumica, se dia më thon te shumica, mos bëni kështu përmbledhje kështu shumica, po është një vesë që na e kena që mund pengon. Është interesant nëse e shohim dikush që përparon, është një lloj xhelozie e brendshme. A realisht nuk duhet me ndodh kjo. Sa i përket po foli ato që arrin sukses që janë njerëzit tonë, shqiptarët që janë musliman. Po marrim shembull edhe pse na sponsor nuk e kena kiperin, po kur e shet dikush suksesin, disa sikur xhelozojnë suksesin. A njerëzit tonë janë ata. Realisht nëse nuk është kiperi, te na, po foli për Maqedoni, është domethënë një firmë tjetër që nuk është njerëzit tonë. Ato domethënë kanë produkte, kanë alkoolin, e kanë mishin e thivit, edhe kështu me radhë. Na duhet më nin krenar me kiperin. Dhe inshallah pra kanë sukses. E këtë po duhet me thonë, këto sponsorë që di shifni ju, më thonë këto kanë arrit sukses. Edhe du kur të shifni tash këto sekuenca të kishini me qef se realisht çka të ndodhen. Domethënë ato fitimet që i bëjnë, që i marrin, 2.5% zakatin e japin te njerëzit tonë. Ato domethënë i japin neve, domethënë ne ngritemi si musliman. A kjo nuk do të më thonë nëse i ndodh në firmës tjetër. Vetëm që desha si një qarsim, besoj të një mesazh, besoj se e keni marrë me pozitivitet, se ndoshta se di çish kom thënë. Në rregull, atëherë pa më u bko, shikim të këndshëm. Pra dëshiron të ajo që ta kete, domethënë si fëmijë, të vetën. Që sa do pak ta gjeni një prehje si në një nanë, edhe pse nuk ishte djali i saj. Subhanallahu, Allah dhe reja mundsoj të përfundoj për një rreziku të madh që mund të kanojse me vrasje, me masakër, në shtëpinë e vet faraonit.
Kështu Allah dhëgja kur I planifikon, ai subhanahu wa ta'ala gjërat. Dhe aty ndodh befasia tjetër, se tash motra kupton se ku përfundoj dhe kupton se shpëtoj. Në momentin që e kapin, nuk ri Musa I qetë, qanë shumë. Ndoshta ajo periudha desa kishte ecë në për lumë, deri në pallat, kishte marrë kohë. Fëmia zakonisht u rritet, ka momente ku do të ushqyer. Nis me çajt, me të madhe, mundohen t'i afrojnë ushqim për grave që ishin aty përreth, secila mundohet me gjithënje ta ndihmon. Allahu dhujal në ajet Kur'anor thot, ja kemi bë haram çdo lloj gjithënje, përveç nanës vet. Kjo me një hikmet, pse? Se në momentin që e la nana vet në lumë, kur e lëshoj, ajo domethënë e ka plen një pikëllim I madh, si çdo nanë padyshim që na kemi fol për Jakubin alayhis salam që ka qenë pejgamberi I Zotit, kur e kupton çështjen e Jusufit, edhe pastaj çështjen e Benjaminit, nga pikëllimi I hub syt. Pejgamberi I Zotit, I cili e ka ditë që përmes ëndrrës se ku do të përfundon Jusufi nesër, se do të jetë një njeri I ngritur me shpallje si pejgamberi I Zotit. Çka themi për një nanë e cila s'ka pas shpallje me veti, nuk ka ditë se ku do të shkojë vladi vet. Domethënë çështje shumë e madhe. Por Allah dhuroi premton përmes këtij inspirimi se do ta ktheje preherin e saj, në duart e saj. Edhe nuk ndodhi kjo shumë larg. Ndodhi për një herë, në moment. Atëherë motra e cila përcillte e sheh atë turmën e cila po zhvillohet rreth Musait, le të them që nuk po mund ta qetësojnë, thot am lejoni, thot mund t'ua tregoj se e kam nanën të shtëpia që është shumë e mirë, shpirt mirë. Ai nuk kuzon të tregoj se është nëna e vet. Më thonë motra e prezanton domethënë. Prezanton për ta gjeje se I shkon të ndërmend se ai mund 3 muaj ka qenë në xhirin e saj. Ç'është? Padyshim se do ta pranonte prap njëjtën gjithënje. Thot do të tregoj se kush është ajo grua, besoj se do të bëj hajër. Po thot preka ajo ka çumësht. Po. Faraoni dhe paria e tij, lipnin njerëz të cilët kanë lind, zakonisht gruaja që ka lind ka çumësht. Po. Thot e kam vllain tim që është pak më I madh. Mu Haruni, nëse flitet se I ka pas 3 vjet apo disa transmetim se I ka pas vetëm 1 vjet dallim mes Musait e Isam. Thotë edhe ende vazhdon duke dhënë gjë, kështu që mund t'i bëj hajër. Dhe ja kthejnë. Dhe në momentin që e marrin, e shohin se qetësohet më një herë. Dhe subhanallah, e kishte detyrë që çdo ditë t'ia dërgonin tek shtëpia, tek vetë nëna e Musait që ajo ta ushqeje, ajo ta qetësoje, ajo mprejnë e saj të rrites. Më thonë paria e faraonit e ka pas detyrë që ta shohë fëmijën, do thonë Musa alayhis salam e ka dërguar për çdo ditë. Për çdo ditë. A jetën e ka pas në pallat. Jetën e ka pas, po. Veç Jetën pallat. Për të ushqyer e ka pas te nëna vet domethënë. Veç kur ka ardhur momenti I ushqimit. Tash ajo është ndoshta 2-3 herë brenda ditës apo më shumë më pak. Domethënë sa herë që ka pas nevojë, aty kanë pas domethënë çdo herë nevojë që të shkojnë dhe ta vizitojnë ose ta dërgojnë tek ajo. Interesant. A ka dash ndonjë rast kështu interesant derisa mrin pak moshën më të madhe, domethënë Musa alayhis salam te shtëpinë pallat të faraonit. Po. Aty subhanallahu faraoni përmendet se edhe pse e ka birsu shoqja vet, çdo herë ka qenë një njeri që ka rrit në dyshime. Ka pas një farë kujdes të madh nga ky djalë që ka hy në pallatin e tij, nuk po di se kush është. Ati mund t'i shkon të ndërmend se është pe Ben Israilit, po mund të mos ishte nga Ben Israilit. Herë dikur ka pas ndërmend se mund të jetë pe koptëve. Nuk dihe mirë se kush është Musa alayhis salam. Vjen një moment kur Musa rritet pak, por ai ishte I vogël. Fëmijë. Dhe kur ishte afër faraonit, thuhet e ka për mjekre dhe e ka tërheq fort. Në atë moment, do thon është habit faraoni nga ky gest. Dhe ka thonë ki ka më bash errën nesër. Sa që ndërhyn gruaja e tij bashortë edhe në këtë rast përsëri thot mos e është fëmijë I vogël që nuk di mi dallu gjanat. Do thotë nuk e ka bëkë me qëllim, me vetdije. Thot si do ta zbulojmë këtë? Shumë lehtë është. Ja, do t'ja ofrojmë një gacë, le ta provojë ose do ta marrë ëmbëlsirën ose pemën.
kur është e merr gacën edhe e vdon në gjuhë. Dhe bota ajo sebeb që të shpëtojë. Dhe kjo ishte ndoshta ajo që e përmendet në Kur'an kur Musa e ka lutur Allahun dhujrat që t'ja sjell Harunin si ndihmës, sepse ka thonë nuk kam problem në të folurit. Kjo ka bërë sebeb. Gaca që e ka vëndu në gojë Musa alayhis salam. Në fakt edhe kjo gaca ka bërë sebeb që të shpëtoje. Shpëtoje. Që të tregoj se nuk e i vetëdijshëm çka bën. Po është i vetëdijshëm. Po të tregoj që ishte i vetëdijshëm, atëherë do të ishte problem. Po, e pastaj domethënë kur rritet edhe kur vetëdisohet domethënë, si kanë kontakte, si kanë raportet. Kur ai më mrit një moshë i kupton gjërat domethënë, atëherë si ka raportet me faraon. Domethënë sipas përshkrimit kuranor është ajeti që thot Allahu Djall në dhe i dha Musait alayhis salam urtësi dhe dije. Thuhet ka qenë deri në moshën 30 vjeçare. Deri në atë moshë saqë Musa kur është rrit në pallat, normal rritja në kushte shumë të mira, që nuk ka mungu fare kur gjë për të, edhe është formsu mirë si person. Deri në atë moment ka qenë njeri i familjes i afërt. Por subhanallahu në shoqëri është vërejt se si Musa alayhis salam herdo kurdo në forma të ndryshme është munduar që t'i ndihmon Ben Israilit. Ta ul atë intensitetin e zullumit që ka qenë te koptët. Dhe kjo është vërejt të gjithë. Deri në atë moshë dikun 30 vjeçare dhe shpesh Musa alayhis salam përdorte që dilte jashtë pallatit dhe të takohej me njerëzit. Dhe aty njerëzit, domethënë, e njihnin se kush është u ardh, kishin një respekt shumë të madh ndaj tij. Domethënë, kur dilte ai kishte qetësi absolute dhe domethënë ishte normal një vizitë nga ana e pallatit të faraonit që duhet të ketë rregull dhe qetësi kur kalon aty pari. Derisa vjen një moment kur faraoni gjendet mes një si më thon kacafytje, një ngatrese mes dy personave. E që kjo ngatresë pastaj bëhet shkak që ai të ndryshon gjithçka, këtë rrjedhoja e tij në pallat. Ajo është momenti kur një nga Ben Israilit, që është i afërti Musait, Musa Ben Israil, nga pala e tij, bjen në ndesh dhe kacafytet me një nga koptët. Dhe ky nga Ben Israil bërtet i kërkon ndihmë Musait. Pse i kërkon ndihmë Musait? Se din se si ky do ta ndihmoj, se nuk e donte zullumin. Ishte e përhapur se Musa është njëri i mirë. Ende pa ardh pejgamberluk po flitet, nuk ishte po në pejgamberisë këtu. Në momentin që reagon Musa sa të ndihmon, e godet personin tjetër. Kacafytja sill telashe, në probleme. Jo për t'i bërë dëm shumë, për t'a largu, për t'a ndalë zullum, se di se zullumi vije nga koptët. Ata ishin zullumçarët, që dëshironin Ben Israilit t'i mposhtin dhe t'i robnonin, e t'i nënçmonin me të madhe. E godet me një goditje e mbyt personin në vend. E thot shublak, apo? Një shublak. Se ka pas qëllimin e vrasjes. Po ka qenë i fuqishëm. Do thonë njëri që për me fizikisht ka qenë shumë mirë i formsuar edhe i fuqishëm. Parat edhe një goditje fatale me mbyt njeriu me të parën që ka sjell kjo pastaj keqardhje shumë të madhe në vetë zemrën e Musait alayhis salam. I kërkon Allahu Djall falje për këtë që ka bë. Se gabim. Nuk ishte me qëllim, ishte se ka pas qëllim. Tash flitet për pirun para pejgamberit, ndodhen ashtu gabime. Njerëz që zakonisht me një tërrahje, me një të shumë me një shplak nuk vritet njeriu, po ja që u bë ky gabim. Kthehet Musa alayhis salam që u bën një tullovi e madhe në atë moment dhe një zhurmë e madhe, kthehet në pallat. Po muhabeti dhe biseda dhe lajmi përhapet. Se Musa po e vret një njeri. Të nesërme subhanallahu ndodhe njëta. Del Musa alayhis salam në qytet, i njëti person. Përsëri thot, ja Musa. Ndihmom se myti ki. Atëherë ku Musa dëshiron ta ndalë zullumin, që është ky i kop dhe e thot, ja Musa, a do më vrasë e vrajtje dje atë tjetrin? Se nuk ishte larg, e djeshmja. Edhe në këtë moment Musa alayhis salam tërhiqet. Nuk ndërhyn. Nuk nëse do të përsëritet gabimi i njëjtë. Po. Se ndoshta edhe problemi ishte edhe te ky person i Ben Israilit, i cili e kishte zakon zënkat
nga smimet. Dhe dikush e ka përditshmëri ato. Po. Se një del ndim për ditë, që ka nevojë, për ditë dush me mbyt ka një njeri. Edhe ky personi i dyti, i cili e paralemron Musa alayhis salam, thotë ti desh të mbytesh sikur që e mbytet dje atë tjetrin, e përhap lajmin më të madhe. Thotë Musa nuk ndalet. Ky do më na mbyt. A kopt janë domethënë në fisi familja e faraonit. Është ajo ndjenja e etnitetit edhe ndjenja e kombësisë edhe pse atëherë s'ka pas kombe, po në formë familje, formë fise, formë përkatësie. Gjahër ka qenë kjo prezente tek ata. Edhe përhapet lajmi se Musa e kërkojnë ta mbysin. E kërkojnë ta mbysin se ka derdh gjak. Vjen një njeri, nuk flitet se kush është, nuk dihet se kush është. Bile Kurani e përshkruan se e ka ardhur prej skajt të qytetit duke vrapu. Dhe këshillon Musa se mja Musa thotë. Njerëzit janë bogati më të kërku ku je dhe ku nuk je, më të gjet dhe më të vra. Do të këshilloj largo pikë këtij vendit. Ik sa më shpejt. Musa alayhis salam e merr me seriozitet të madh këtë këshill të tij. Dhe ik prej Egjiptit me një ikje të papërgatitur fare. Dhe se rrezik Ishte jashtë qytetit. Në qytet ishte, domethënë nuk jashtë shtëpisë. Dhe nuk kishte fare as përgatitje që del dhe të nisesh për rrugë gjatë, që nuk ditë se ka të shkon. Dhe në një farë lloj frige se mos aty këtu po e kapin dhe po e gjejnë se ku është. Ashtu i trembur del nga qyteti. Niset për një rrugë ku nuk din as vetë ku është të shku, subhanallahu.